Për lakmuesit e prodhimeve të gatuara në menyn tuaj të nesërme u propozojmë të përgatitin si mite bullgare. Për përgatitjen e këtyre piteve ju nevojiten këto artikuj: 200 gram miell, 4 vezë, 300 gram djathë delesh, bakina, 100 ml vaj për ushqim, ajkë dhe 100 ml jogurt. Për përgatitjen e këtij ushqimi ju nevojiten 20 minuta. Ushqimin do ta përgatit mjeshtria e gatimeve e angazhuar enkas për tryezën tonë. Marrim një enë më të thellë të madhe dhe në të me pirun e shtypim mirë djathin. Pastaj në enë një nga një i thejmë 4 vezët dhe me pirun i rahim së bashku me djathin. E shtojmë vajin për ushqim, jogurtin dhe ajkën. Përzije mirë e më pas e shtojmë edhe miellin. Në fund e shtojmë bakinën dhe tërë masën e përzije mirë. Marrim një tepsi për pjekje dhe e stërpikim me vaj për ushqim. Me brushët tepsinë e lyjem në tërë sipërfaqen e më pas në tepsi hedhim pak miell. Masën e përgatitur më parë për pogaçe e derdhim në tepsi. Tepsinë e shkundim mirë që masa të shpërndahet njësoj në tërë sipërfaqen e tepsisë. Më pas atë e fusim në furrë që të piqet në temperaturë 250 gradë në kohë zgjatje 15 minuta. Kur pogaçet do të skuqen mirë, tepsinë e nxjerrim prej furrës dhe e vendosim në tavolinën e punës. Me thikët të mprekt, pogaçen e presim në pjesë më të mëdha e pjesët i renditim në pjatë për shërbim. Me këtë, ky simit është gati. Ju bëft mirë!